nuk ka vend ku nuk janë prezent në Kosovë, islami politik. Në universitet, në sport, te aktorët, në umre, duke i quar, kneja ne du sjell. Komuniteti duhet me dhonë pak para, e kupton gjithmonë, kjo është rregulli i tyre, pra. Asovizime i prekshëm thu. Absolutisht, ki e shep njerëz të drejtësisë, njerëz të shkencës, njerëz flasin për fejen, ma shumë se për shkencën, e involvojnë mrana shkollave, involvojnë mrana institucioneve ku janë. Dhe pastaj, në emër të kësaj, ideatorët, misionarët, pra dalin dhe na diferencojnë në intelektual qafira, që zvlejnë kur gja, dhe në intelektual burrat të ndershëm, të cilët pra, përveç që janë intelektual, janë musliman. Pra, kjo po ndodh çdo ditë në Kosovë. A gjithçka që ju As fotot e aktorëve duke shku për umra, siç tha, nuk janë të rastishme? Jo, unë më fal, kjo është një histori ma e kaluar. Aktore figura vëndshme politike. Po, unë po flas mbi bazën që të gjetë autorët që kanë ndodhur në vende të tjera, prandaj mbi atë parim nuk e di personalisht nëse por ne e dim që në umre e në haxh janë paguar vazhdimisht këto dhe që është legjitime, nuk ka ndonjë problem në drejtim sepse ata kanë drejt. Ata po paguajnë iftare, po paguajnë traktor, lop, po japin, po ndërtojnë infrastrukturë në Kosovë, po bojnë gjithçka thjesht e kanë marrë thujase me aspektin e tyre bamirës, ja kanë kaluar edhe vetë pushtetit. Kryetarët e komunave, organizatat, si janë ato që kanë bashkëpunime me thujse gjitha komunat? Kush janë organizatat proksit të vllazërisë muslimane që organizatat bamirësi kanë funksionin e bamirësisë në fakt? Në fakt organizatat realisht funksionojnë mbi parimet e shtetit të vakafit ose të Ministrisë për Çështje Islamike të vendeve që janë atje. Tani këtu unë i kam përmend dy kryesore, që është Qatar Charity dhe ku i sheh simbolet e tyre çdo kohë dhe Relief Islamik, pra, Islamic Relief. Këto dyja janë të harmonizuara mirë, pastaj ka nën organizata lokale që udhëhiqen prej tyne me dhjetra prej tyne, por ato janë dy kryesorët. Në fakt ato prezantojnë tani Katarin si shtet, por mrana asaj Ministrisë për Çështje Islamike dhe mrana individëve edhe filantropëve që financojnë, që japin parë në këto organizata, është infiltruar vllazëria muslimane. Dhe pastaj krejt ky rreth shkon në linja tjera të qëllimet përfundimtare të tyre, pra qëllimet e ndërtimit të qendrave islamike dhe përhapjes kulturore dhe ligjeve të shariatit, të krijimit të shoqërive të tyre, të cilët absolutisht jetojnë sipas rregullave të një kulture që ata promovojnë. Dhe kjo po ndodh çdo ditë në Kosovë, po provohet që të ndodhë në Perëndim dhe kjo nuk është asgjë e fshehtë.